ka më shumë. Ke më shumë vite? Ka shumë më shumë, po bëhen gati 22 vite që është filluar, është startuar ky projekt. Ka filluar si një dokumentim. Atëherë duket si diçka shumë personale. Është një projekt që më ka ngacmuar gjithmonë, që në momentin e parë që kam qenë atje, në fakt fare rastësisht, kam qenë në malën e Tomorit dhe pash gjitha të situatë se ç'bëhej atje, dhe filloi të më ngacmonte që më bëri të rikthehesha në vite. Mendoj që 20 vite, apo para 3 vitesh që ishte hera fundit që unë shkova, mendoj që u mbyll si projekt. Mendoj që nuk kisha më çfarë të bëja, mendova që kisha një material të mirë për ta ekspozuar. Fillimisht është ekspozuar në Itali, e më pas, ku më mirë se sa në galerinë e shkollës tonë, Universitetit të Arteve, mund të ekspozohej kjo gjë. Dhe ja ku është ekspozita. Është një përjetim shumë fizik, po dhe shumë shpirtëror. I këtij rituali, i ritualit të Bektashinëve, një ritual që përsëritet. Do të doja të bëja diçka, një hyrje, sepse siç e thashë, kam filluar si një dokumentim të gjithë kësaj, po më pas perceptova diçka tjetër. Doja të fotografoja, të kapja këtë gjendjen e tyre, këtë seriozitetin e tyre, këtë angazhimin e tyre në gjithë këtë situatë. Pra, nuk është thjesht një reportazh, po është një për të kapur të gjithë situatën që përjetonin ata edhe për ta kthyer në një foto. Pra, është sa dokumentim, është edhe historike, është edhe art. Shumë njerëzve mund t'i duket diçka makabre. Çfarë ka mistike aty tek ai procesi i therjes së kafshëve? Ndoshta është pak e rëndë, këtë gjë e përjetova dhe në Itali, ata ishin shumë më të ndjeshëm ndaj kësaj situate që unë paraqisja, por është ajo që ndodh, dhe nuk ndodh si një kasapan, nuk ndodh si një masakër, po është një rit fetar, është një flijim, është një kurban, dhe të gjitha fetë e kanë. Pra është një moment njerëzor për t'u lidhur me shenjti, për t'u lidhur me Zotin e kështu me radhë. Ne ndoshta jemi pak më të mësuar me këto pamje, po thej që në Itali u bën më shumë përshtypje, edhe nuk janë edhe janë pak larg bektashizmit si ato e panë si gjest njerëzor, nuk u futon, sepse edhe unë nuk ja servira si një fe, interesi im nuk ka qenë ky. Interesi im ka qenë të perceptoja, të kuptoja, të fiksoja të gjithë situatën e atyre besimtarve, pavarësisht nga feja që le të themi që luan që ishin bektashi. Pra në Itali ishin më të ndjeshëm ndaj kësaj gjëje, duke e parë se si bëhej si proces, sigurisht atje edhe shoqatat e mbrojtjes kafshëve janë pak më aktive, dhe patin çik debat. Po le të themi që brenda asaj galerisë ku ekspozuan, shkoi çdo gjë mirë, edhe u perceptua dhe u